Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ndihesh ndonjëherë sikur po harron më shumë se zakonisht? Fjalët të mungojnë, detajet të shpëtojnë, apo ndonjë takim i rëndësishëm thjesht nuk të kujtohet. Në shumicën e rasteve nuk është problemi te kujtesa vet, por te stresi. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Si ndikon stresi në kujtesën tonë? Kur ndodhemi në situata stresuese, trupi ynë prodhon hormone si kortizoli. Në nivele të larta dhe për periudha të gjata, kortizoli ndikon negativisht në funksionin e trurit, veçanërisht në hipokampus, pjesa e trurit që lidhet drejt për drejt me formimin dhe rikujtimin e kujtimeve. Kjo është arsyeja pse njerëzit që përjetojnë stres kronik shpesh kanë vështirësi të përqendrohen dhe të mbajnë mend informacione të reja dhe të rikujtojnë detaje nga e kaluara. Por lajmi i mirë është se kjo nuk është e përhershme. Kujtesa mund të rikuperohet. Si ta rikuperosh kujtesën nga efektet e stresit? Menaxho stresin në mënyrë aktive. Ushtrimet fizike, meditimi, frymarrja e thellë dhe koha për veten janë mjete të fuqishme për të ulur nivelet e kortizolit dhe për të qetësuar sistemin nervor. Bëj gjumë të mjaftueshëm dhe cilësor. Gjatë gjumit, truri përpunon dhe konsolidon kujtimet. Pa gjumë të mirë, kujtesa dobësohet dhe përqendrimi bëhet më i vështirë. Ushqe trurin me ushqim të shëndetshëm. Omega 3, vitamina B, antioksidantët dhe uji i mjaftueshëm janë jetike për funksionin e trurit dhe shëndetin e kujtesës. Stërvit trurin tënd. Leximi, mësimi diçkaje të re, lojrat logjike dhe ushtrimet e kujtesës ndihmojnë në forcimin e lidhjeve nervore dhe përmirësimin e kujtesës. Largosh përqendrime digjitale. Marrja e informacionit të tepër nga telefonat apo rrjetet sociale mund të mbingarkojë trurin. Bëj pushime të qëllimshme nga pajisjet për të lejuar trurin të përpunojë më mirë informacionin. Kujtesa nuk është e fiksuar, ajo ndikohet nga mënyra si jetojmë dhe si përballemi me stresin. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.